Një ditë, Hasani po kthehej nga shkolla. Gjatë rrugës kaloi pra një kopshti ku hurmat vareshin të pjekura dhe ngjallnin dëshirë tek çdo njeri që i shihte. Uria e shtyu të ndalonte. Dora i ngrit drejt njërës prej tyre, por zemra ju trodh. Ai u kujtua për hadithin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Kush e lë diçka haram për hir të Allahut, Allahu do t'ia zavendësojë me diçka më të mirë. E uli dorën dhe vazhdoi rrugën. Kur mbërriti në shtëpi, e priti nëna me një enë të mbushur me hurma të freskëta. Një kushëri e afërt i kishte sjellë si dhuratë. Ai buzëqeshi, sepse kuptoi menjëherë se Allahu ja kishte dhënë shpërblimin për durimin dhe vetë për mbajtjen e tij. Nëna pasi dëgjoi tregimin i tha: "Shiko, birim, Allahu i njeh të gjitha sakrificat që bëjmë. Harami nuk të ngop kurrë, ndërsa halali, edhe i pakët, ka bereqet dhe të sjellë qetësi." Djaloshi e kuptoi se nuk ishte thjesht një hurmë që kishte lënë pas. Ishte një provë e vogël që i mësoi një të vërtetë të madhe. Ruajtja nga harami është çelës për lumturinë e kësaj bote dhe shpëtimin e ahiretit. Në jetë disa gjëra shpesh duken të vogla, por brenda tyre fshihet një mësim i madh. Shpërblimi i Allahut nuk varet nga sasia e asaj që marrim, por nga pastërtia e asaj që zgjedhim. Halali sjell qetësi, ndërsa harami sjell breng. Prandaj, besimtari i sinqert ruhet edhe nga gjërat më të vogla të ndaluara, sepse e di se çdo zgjedhje është një hap drejt Allahut ose larg tij.